Takimi më i madh politik vjetor i Kinës është një skenar i hartuar me kujdes. Kësaj radhe qëllimi ishte për të ngjallur besim tek ekonomia kineze. Megjithatë, ministri i jashtëm Wang Yi të premten u përqendrua tek Shtetet e Bashkuara, duke fajsuar Washingtonin për rritjen e tensioneve dhe pasojat tek tregtia globale. Siç e thot një fjalë urtë kineze, nëse veprimi i dikujt dështon, arsyeja duhet kërkuar brenda vetes. Shtetet e Bashkuara duhet të shqyrtojnë çfarë kanë arritur me tarifat dhe luftrat tregtare këto vite, thot ministri Wang. Ai quajti tarifat e Washingtonit arbitrare dhe të papërgjithshme, që nga kthimi në detyrë, presidenti amerikan Donald Trump ka rritur tarifat ndaj Kinës duke akuzuar Pekinin për praktika të padrejta tregtare që kërcënojnë industritë amerikane. Tarifat duhet të ishin vendosur shumë vite më parë. Kina kështu ka vepruar. Nëse do të prodhonit një makinë, nuk mund ta dërgonit në Kinë. Tarifa ishte aq e lartë, prandaj të gjithë ndërtuan fabrika prodhimi në Kinë. Ta presidenti Trump me 13 shkurt, ndërsa njoftoi planin e tij për tarifa reciproke ndaj aleatëve dhe rivalëve të Amerikës në botë. Kina ka shfrytzuar situatën duke e portretizuar veten si një mbrojtëse të bashkëpunimit ndërkombëtar. Imagjinoni sikur çdo vend të vinte theksin tek prioriteti i vet dhe të besonte tek forca, bota do të përfshihej nga kaosi, thot ministri Wang. Pavarësisht thirrjeve për stabilitet, krye diplomati kinez përsëriti kërcënimet e Kinës kundër Tajvanit shumë më të vogël. Në muajt e fundit Kina ka shtuar stërvitjet ushtarake pranë ishullit të vetëqeverisur. Pavarësisht deklaratave të forta të bëra këtë javë, analistët thonë se Pekini po vepron me kujdes. They have to appear strong. Ata duhet të shfaqen të fortë para audiencës vendase dhe për këtë dëshmojnë deklaratat që bëjnë. Megjithatë, analistët me përvojë në kërkim të veprimeve reale që kryen në vend të deklaratave, thot Lim Tai-wei, profesor në Universitetin Soka në Tokyo. The real actions that are carried out rather than the rhetoric. Pavarësisht se Kina është përgjigjur Washingtonit me tarifat e veta, Pekini duket se është i kujdesshëm që të mos përshkallëzojë tensionet me një udhëheqës amerikan që ata shohin si të paparashikueshëm. This is something that the Chinese authorities Autoritetet kineze deri tani e kanë pasur të vështirë të reagojnë ndaj kësaj paparashikueshmërie. Ata janë të mësuar me entitete dhe procedura të qëndrueshme të njohura në mënyrë që të mund të planifikojnë veprimet e tyre paraprakisht, thot profesori Lim Tai-wei. can plan in advance. Kjo lë Pekinin me pak siguri për atë që vjen më pas. Me rritjen e tensioneve, Kina duhet të vendosë nëse do të përmbahet ose të godas më fort.